Kombëtarja shqiptare arriti një sukses historik, duke siguruar matematikisht pjesëmarrjen në fazën play-off të Kupës së Botës 2026. Për herë të parë në histori kuqezit mbeten realisht në garë për një vend në finalen e turneut, që do zhvillohen verë në ardhshme në SBA, Kanada dhe Meksik. Por si funksionon play-offi? Në play-off marrin pjesë 12 ekipet e renditura të dyta në grupet kualifikuese dhe 4 skuadra nga Liga e Kombeve, duke quar totalin e 16 skuadra. Pas rezultateve të fundit, Islandi ka kaluar Ukrainën në grupin D, ka aktualisht e vendos Shqipërinë në vazën e dytë, pasi ka koeficient më të lartë. Megjithatë, gjithçka mbetet e hapur pasi ndeshja direkte mes Ukrainës dhe Islandës pritet të vendosë shumë. Shorti play-offit do të hidhet me 20 nëntor në orën 13 në Lyon. Kujtojmë që vaza e parë përballen me vazën e 4, ekipet nga Liga e Kombeve, dhe vaza e dytë përballen me vazën e tretë. Ekipet nga vaza e parë dhe e dytë kanë avantazhin që ndeshjen e gjysmëfinale do ta zhvillojnë në shtëpi. 8 fituesit e gjysmëfinaleve hidhen sërish në short për finalen me një takim të vetëm, ku përcaktohet edhe fusha. Play-offi do të zhvillohet më 26 dhe 31 mars 2026. Vazat aktuale pas rezultateve të ditës së djeshme. Në vazën e parë është Italia, Turqia, Polonia dhe Hungaria. Në të dytën, Skocia, Çekia, Slovakia dhe Shqipëria. Në vazën e tretë, Maqedonia e Veriut, Islanda, Bosnia dhe Kosova. Në vazën e katër, Uelsi, Rumania, Suedia dhe Irlanda e Veriut.